Si agjeron zemra. Dhe kush i beson Allahut, ai do ta udhëzoj zemrën e atij. Surja Tegabun 11. Udhëzimi i zemrës mbështetet mbi gjithë udhëzimin, mbi ligjin e gjithë suksesit, zanafillën e çdo vepre dhe prisin e çdo veprimi. Profeti alayhis salam ka thënë, në të vërtetë, në trupin e njeriut ekziston një copë mishi, e cila, nëse është e shëndetshme, i tërë trupi do të jetë i shëndetshëm, dhe nëse ajo është e sëmur, i tërë trupi do të jetë i sëmur. Në të vërtetë, kjo është zemra. Kështu, mirësia e zemrës tënde është garantuesi i lumturisë tënde në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu, prishja e saj është mënyra më e sigurt për shkatërim, shtrirjen e të cilës e di vetëm Allahu. Në të gjitha këto, për atë që ka mendje të shëndosh dhe që i ka vënë veshin në vëmendje, ka argumente. Surja Kaf 37. Çdo njeri ka një zemër, megjithatë në realitet ekzistojnë dy zemra. Njëra është zemra që është e gjallë dhe rreh me dritën e besimit. Ajo është e mbushur me bindjen e thellë dhe ndërgjegjen e Zotit. Tjetra është zemra e vdekur, e mbuluar dhe e sëmur me gjithë mbeturinat dhe plerat. Allahu i lartësuar thotë në lidhje me zemrën e popullit të pamend. Zemrat e tyre janë të sëmura, dhe Allahu ushton edhe më tepër sëmundjen. Surja Bekare 10. Hebrejtë e kohës së Muhamedit thonë, zemrat tona janë në këllëf. Jo, por për shkak të mosbesimit të tyre, Allahu i ka mallkuar, andaj pak janë që besojnë, ose pak send besojnë. Surja Bekare 88. Allahu po ashtu thot, a nuk e studiojnë me vëmendje Kuranin, apo në zemrat kanë dryna. Surja Muhammed 24. Për gjithë këtyre ajeteve mësojmë se zemrat mund të sëmuren, ato mund të mbulohen, të kyçen dhe të vdesin. Armiqtë e Allahut kanë në kraharorët e tyre zemra, por ata nuk i dallojnë këto zemra. Për këtë arsye profeti alayhis salam ka thënë, o mbikëqyrës i zemrave, bëje zemrën time të qëndrueshme në fen tënde. Zemra e besimtarit agjeron gjatë dhe jashtë Ramazanit. Agjerimi i zemrës bëhet prej boshatisjes së saj, prej gjithë materialit të prishur, si për shembull format shkatëruese të shirkut, shoqërimi shok Allahut, besimet e rrejshme, këshillimet e këqija, synimet e pista dhe mendimet të degeneruara. Zemra e besimtarit është e stolisur me dashurinë e Allahut. Ajo e njeh Zotin e saj nga emrat dhe cilësitë e tij, ashtu siç ai e ka përshkruar vetveten. Kjo zemër zbulon me syrin e mpret vargun e emrave dhe cilësive të tij, si dhe faqet që Allahu ka krijuar në univers, po ashtu edhe librat e krijimeve të tij. Zemra e besimtarit mbushet me një dritë vezulluese, e cila nuk lejon asnjë errësirë të qëndrojë brenda saj. Është drita e mesazhit të përjetësisë, e mësimeve hynore, si dhe e ligjeve hynore. Në të shtohet edhe drita e të natyrshmes, mbi të cilën janë krijuar edhe robërit e Allahut. Në këtë mënyrë, dy drita të mëdha vijnë së bashku. Allahu thotë në Kur'an, dritë mbi dritë. Allahu udhëzon ka drita e vet atë që do ai. Allahu sjell shembuj për njerëzit. Allahu çdo gjë e di shumë mirë. Surja Nur 35. Zemra e besimtarit plakërin si një llambë, ndriçon si dielli dhe shkëlqen si drita e mëngjesit. Rritet e besimi. Sa herë që besimtari dëgjon ajetet e Kuranit, atij i forcohet bindja, ai mediton dhe i shtohet udhëzimi. Zemra e besimtarit përmbahet prej krenarisë, pasi ajo e prish zemrën e agjerimit. Krenaria nuk ka vend në zemrën e besimtarit, pasi ajo është e paligjshme. Allahu i lartësuar thotë në një hadith kutsi, krenaria është rroba ime e sipërme dhe fisnikëria është rroba ime e poshtme. Kushdo që lufton me mua, për ato unë do ta ndëshkoj atë. Vetë profeti alayhis salam ka thënë, kushdo shfaq arrogancë ndaj Allahut, ai do ta poshtrojë atë, dhe kushdo që është i përulur ndaj Allahut, ai do t'ia ngrejë gradat. Zemra e besimtarit agjeron dhe përmbahet prej egoizmit. Egoizëm është atëherë kur njeriu e sheh veten si të përsosur, më të mirë se të tjerët dhe që zotron cilësi të mira që nuk gjenden tek asnjë njeri tjetër. Kjo mund t'i mundsojë shkatërim të plot. Profeti alayhis salam ka thënë, janë 3 gjëra të cilat janë krejtësisht rënuese: egoizmi dhe mendjematësia e një personi, ngurrimi i tij për të bindur
dhe dhënia pas dëshirave të tij. Mjekimi për këtë mendjemadhsi duhet parë tek vetë gabimet, tek mangësitë e shumta, tek qindra mëkatet dhe prapësitë që kryhen, apo tek gabimet që veprohen dhe harrohen, por njohja e të cilave është e shkruar në librin e Allahut. Pasi Allahu as nuk keq udhëzon dhe as nuk harron. Zemra e besimtarit agjeron dhe përmbahet prej zilisë, sepse zilia i zvoglon veprat e drejta, largon dritën e zemrës dhe ndalon progresin e saj për tek Allahu, më i larti. Allahu thotë në Kuranin Fisnik: "A u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allahu u dha nga mirësitë e tij?" Surja Nisa 54. Profeti alayhis salam ka thënë: "Mos e kini zili njëri tjetrin, mos i rrisni çmimet ndaj njëri tjetrit, mos e urreni njëri tjetrin, mos u largoni nga njëri tjetri dhe mos e dëmtoni njëri tjetrin." Profeti alayhis salam e njoftoi një prej shokëve të tij 3 herë se ai do të ishte prej banorëve të xhenetit. Kur e pyetën rreth asaj se si e kishte fituar ai një vend në xhenet, burri ka thënë: "Nuk kam fjetur me zili, me smir apo mashtrim në zemrën time për asnjë musliman. A ka ndonjë zemër që do të reflektojë mbi të? O Allah, udhëzoj zemrat tona drejt udhës së drejtë dhe bëj ato të qëndrueshme në besim. Amin."